Partia opozitare maqedonase LSDM ka akuzuar qeverinë për përkeqësim të gjendjes ekonomike në vend, duke vlerësuar se qytetarët po përballen me një standard të gjithnjë e më të ulët jetese. Antarja e Këshillit Ekzekutiv të LSDM-s, Renata Mladenovska, tha se buxheti është në gjendje të rënduar financiare dhe se deficiti planifikuar vjetor tashmë është e kaluar. Sipas saj, qeveria ka krijuar borxh të ri prej 2.5 miliard eurosh, ndërsa nuk ka siguruar mjete për rritjen e pagës minimale, mbështetjen e bujqve dhe nevojat e qytetarëve. Mladenovska prezentoi edhe masat ekonomike të platformës së Shteti yt, mundësia jote, duke paralajmëruar kontroll më të rreth për subvencione shtetërore për kompanitë dhe mbështetje të veçantë për bizneset eksportuese dhe ato me potencial zhvillimor. Paga minimale do të harmonizohet automatikisht me koston e jetesës, inflacionin dhe pagën mesatare. Nëse rriten çmimet, duhet të rriten edhe pagat. Nëse rritet fitimi i kompanisë, duhet të rritet edhe paga e punëtorit. Kjo është e drejtë. Nga LSDM theksojnë se ekonomia duhet të jetë në shërbim të qytetarëve dhe paralajmërojnë politika që sipas tyre do të sigurojnë paga më të larta, zhvillim rajonal dhe mbështetje për kompanitë që japin rezultate konkrete.